Anglia fiton vendin e tretë në botërorin e 2026 pas një çmendurie me 10 gola, Franca bie në 6-4 sot finalja. Fituesi i Kupës së Botës me Spanjën në vitin 2010 dhe shok skuadre me Messi, Gerard Piqué ka folur para finales së sotme për asaj nuk sheu ndjenjet e tij, u shpreh se do ketë një finale veçantë për katalanasit dhe se të dyja ekipet e meritonin të rinin deri këtu. Do të jetë një nga finalet më të mira të mundshme. Spanja ishte ndër të preferuarat e mia, ndërsa Argentina nuk ishte aq bindse në fillim të turneut, megjithatë sot të dy ekipet meritojnë të jenë këtu. Piqué theksoi se fitoria e Argentinës do t'i jepte Messit kupën e dytë të botës të radhasi, duke forcuar më tej statusin si lojtari më i madh në histori, ndërsa i përket topit të artë, ai u shpreh Messi e meriton, por disa do të mendonin edhe për MLC-n. Ai ka një inteligjencë unike futbollistike, di që nuk është 25 vjeç, por ende gjen pozicionet e duhura për të qenë vendimtar, ai ende arrin ta mbajë gjithë ekipin në kontroll. Nëse Spanja fiton, njerëzit do flisnin për Rodrin ose Lamine Yamal, por edhe atje do të kishte polemika, përfundoi ai. Anglia ka siguruar vendin e tretë në Kupën e Botës, pasi imposhti Francën me rezultatin spektakolar 6-4 në ndeshjen e zhvilluar në Miami, një nga sfidat më dramatike emocionale me historinë e turneut. Trajluanët dominuan plotësisht pjesën e parë, duke shkuar në pushim me përsi bindse 4-0, duke dhënë përshtypjen se ndeshja ishte mbyllur. Megjithatë, Franca reagoi fuqishëm në pjesën e dytë. Gjelat realizuan 4 gola dhe rikthyen plotësisht sfidën duke ngushtuar rezultatin 5-4, ndërsa krijuan një tension deri në sekondat e fundit, kur duke se Franca nuk do të arrinte mrekullinë. Jude Bellingham shënoi golin e 6 në minutat shtesë, duke vullosur fitoren 6-4 në medaljen e bronzë për Anglinë. Kjo bën ndeshja në botëror që prodhoi të paktën 10 gola, nuk ka pasur qysh nga viti 1982.